Në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje, është tentuar që të vidhet një argjendari në qytetin e Pogradecit. Pronari i kësaj argjendarie, Lutfi Alia, tregon se është e disata herë që argjendaria e tij sulmohet dhe ende nuk janë gjetur autorët. Ai thekson që herë të tjera, personat që kanë hyrë kanë mundur të marrin sende nga argjendaria, ndërsa këtë të premte, pas rënies së alarmit, ata janë larguar pa marrë asgjë. Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko, makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmit edhe kanë ikur ata. Nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Nuk është vjedhur gjë? Asnjë gjë. Vetëm se dyqani im është vjedhur mbi 3 herë, gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Edhe 2 herët e para nuk janë kapur fare. 2 hera, 3 hera nuk jetë vjedhur. Të shikojmë këtra. Sipas kamerave të sigurisë, ai pregon se janë 3 persona të maskuar, të cilët e kanë hapur dyqanin me kriko makine. Herët të tjera, që dyqani i tij është grabitur, Lutfiu tregon se ka pasur dëme të mëdha mbi 15.000 euro, ndërsa shpreson që kësaj here policia të bëjë të mundur identifikimin e autorëve, pasi ky është një rast i përsëritur. Dëmi posi ka qenë i madh mbi 15.000 euro. Kemi frikë për biznesit. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot, se urdhron. Se ç'është bërë. Dyqani im është vjedhur para 15 vjetësh atëre. 2 herë, 3 herë. Tash përsëri. Nuk hyra dot se nuk më la policia, që të hynja tash ku mbaruan këta pash gjendje absolutisht asnjë gjë se gjë. Edhe këtë ditë, kamerat e sigurisë kanë filmuar njëri? I kanë filmuar, janë me maska. Nga ana e policisë, janë marrë pamjet filmike të zonës, ndërsa grupi hetimor po punon për identifikimin e autorëve e më pas për kapjen e tyre.